Para 4-5 ditëve, duke shkuar në shtëpi, e pash një plak, me të cilin gjithë kur takohemi më jep selam e jap selam. Si e ormiq, sa mirë jam, apo lodhesh? Pa po lodhem, tha të shku të tjetë e kanë. Po pse të tjetë e kanë? Lenja në rrugë, vesh të tjo se vesh të kanë. Pak, po talëm atë në rrugë, 2 fjalë. Tha shkova me marë pensionin. E kur dola prej bankës, një djali riu për e qitë. Tha mi gjo, a e more edhe shtesen që u kanë prunë. Shtesen. A i plak, shtesen, hajtë mëse kanë bo, 80, kjo kish pas 80 euro, e mëse kanë bo 90, 100, ata të korruptuarit prej nalë. Ani qka u bo, tha më shtinin bank, tha, prap më shtinin bank, ku e kjo fakturën që ke ngrinë të 80 euro që? Qështë e kish marë, tha, me gjithë paret, qështë e ka marë me paret, tha, a i kjo plak ka dalës po hecen, a i tha, hini ma për para meja aty në bankun, tash në bank ka shumë s'kam hi me ditë bashkësa shaltera ka, qka u sull, qka u mështull, nuk di e qeli një telefon për dikant, a i se ka qeli hiq, hajni, ej, pësja kini dhonë plakit e sja kini dhonë, a ne kënim hupi parasyve, mi mori, tha 80 euro. Thëmë, subhaneke ja Rab, subhanallah. Ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, rua ju ati që i a keshkel hakin, se në mes ti dhe Allahut nuk ka perde. A i kur thote, ja Rab, thëja qafën, Allah i ta theft qafën. Allah i na udhëzoft, ja Rab. Allah i mos na provov duart tona mi prek hakin e huj, ja Rab.